Përshëndetje dashur të kanalit tim Çuta në YouTube, Info Official për natin e komshijes. Atëherë, për sa i përket temës për sot, është një temë që më thë realitetin së djetë vetë arsyën se zgjova këtë temë, por është një temë. Është një temë që deri dikuja vjen të argumentohet dhe të bisedohet, sepse është një problem. Është një plagë në shoqërinë shqiptare. Është një shqetësim i përditshëm. Flasim për një gjë që ka vite, që po bogati më thënë se 110 vjetë, që kur ka dalur, dhe që miliona femra e përdorin në të gjithë botën, miliarda femra, dhe kjo ishte për trukun. Pikërisht. Është fantastike ta ndjesh veten sikur ta kanë futur 100 herë në muaj. Sa herë që shtrihesh me Jennifer Lopesin dhe zgjohesh me Angela Merkelin. Në kuptimin e mirë të fjalës, ajo se kanë gjë. Por pse femrat kam humbur atë vetbesimin mbi atë që kanona natyri ka dhuruar. Është e thjeshtë. Femrat çerpitet i kanë falso, gjoksin falso, buzët falso, syt falso. Së di që nuk dalin malë kinez në vëzë të të abit. Por, përveç kësaj, bukuria natyrale i femre nuk është tek pamja jashtë, pamja estetike, sepse normalisht neve mesut e sotëm në saktë vlerësojnë më shumë bukurinë e një femre se sa inteligjencën. Por çfarë do një yll kur ka trurin e një pule? Apo çfarë do një pulë kur ka trupin e një ylle? Nëse tjetër mohabet. Për mua rëndësishme është si një femër të ndjetë e bukur nga brenda, jo nga jashtë. Sepse një femër e zgjuar ta vëllëzoj vetë jetën. Një femër e zgjuar di se çfarë është jeta. Faqove, jo jeta, faqove, jeta me jeta. Për mua nuk ka rëndësi bukuria të një femër, për inteligjenca. Nëse një femër është e zgjuar, është e bukur. Nëse një femër është e bukur, nuk është e zgjuar. Në kundërshtim nga disa të tjerë që mendojnë se bukuria në një femër është diçka, në realiteti në gruan që do marrë nuk e du për kam shiun. Si që të regoj që të them shiko sa të bukur e kam gruan. Unë gruan e du për vetën. Dhe du të kem një person për krahë për të cilin të jap jetën. Dhe jo puletën. Sa më bukur tjetë teme, aq më bukur është, aq më i madh është pazari. Alo? Nëse çon si ka kjo. Por, mos të dalim nga tema. Tematika ditës ishte femrat. Thoni mendimin tuaj personal për femrat. Më mirë një femër e bukur dhe debile apo një femër e shëmtuar dhe e zgjuar. Jeni të mirëpritur të komentoni, sepse normalisht si ka dhe tema serioze, jo vetëm koragjioze, se normalisht nuk mund të kemë vetëm humor. A kupton të flasim edhe për gjëra serioze, për gjëra që vlen të diskutohen në shoqërinë e përditshme, në problematikën e përgjithshme. Dhe mori, në bëshaka.
Si gjithmonë do të gjeni poshtë linkun e Facebookut, linkun e Google Plusit, linkun e Instagramit dhe çdo link tjetër që t'ju teket juve. Vetëm komentoni. Dhe në qoftë se keni një temë që doni ta diskutoni në ping, mjafton vetëm të komentoni ose dërgoni një mesazh në numrin e telefonit të vryr 69 apo 68 apo 67 apo 68. Që si ka kjo? Në adresën e e-mailit bitmedia2013@gmail.com ose në Facebook Night Club Amsterdam 2 ose në Twitter Pink Official, në blogger pinkalbania.blogspot.com, në Instagram Pink Albania dhe kudo që t'ju teket juve nga Pink dhe nga Disi. Ciao.